Iranianët i kanë besoj këtë herë nga shpejtësia e madhe e reagimit, brenda 2 orësh, ka lajme që jashtë dhe më pak se 2 orë, iranianët e kanë qenë përgatitur për këtë lloj skenarësh. Dhe ka një plan shumë të qartë operacional. Iranianët tash këto 2 ditë e para në shumicën e tyre po harxojnë raketat e tyre të vjetra. Me qëllimin për të lodhur, për të shturmunduar mbrojtjen kundërore izraelite, amerikane dhe të këtyre vendeve të gjirit. Mendoj që teknologjinë më të re të raketave hipersonike ata nuk e kanë përdorur akoma në masë. Kjo e gjitha duket sikur është shumë larg nesh, në fakt nuk është shumë larg. Kjo e gjitha ka një lloj ndikimi periferik ndaj nesh, qoftë me rritjen e çmimit të naftës edhe me tjerat, por në fakt në parashikimin afat mesëm, jo afat gjatë. Kjo ka direkt impakt edhe për vendin tonë. Ja të tregoj këtë që ka nxjerrë sot nga mediat ndërkombëtare, por që i referohet një hartë të publikuar nga Ministria Izraelite e Mbrojtjes. Ky është në një farë mënyrë, ose kjo është rrezja e mundësisë që raketat iraniane mund të godasin Europën dhe si shikoni, ato me rreze më të largët shkojnë deri në Poloni, Çeki, Austri, Italinë, gjysmë për gjysmë, por pa dyshim këtu futet dhe Shqipëria duket të qartë në hartë, zoti Çuko, pa dashur të ngrëmë një lloj alarmizmi, por ne kemi këtu një nga objektivat e regjimit, siç është kampi i mujahedinëve në Mans. Mund të jetë një objektiv sulmi kjo? Unë mendoj që iranianët kanë halle të tjera tashmë. Pra jemi ende periferik nga vëmendja e tyre. Në halle të tjera për të zgjidhur dhe nuk kanë hallin e një grupi që iranianësh kundërshtar të regjimit, i cili në fundit është në Shqipëri, është i izoluar aty në atë vend dhe nuk përbën në një objektiv në këndvështrimin tim të madh strategjik për iranianët. Gjithsesi, mundësia teknike ekziston, ai rrethi i parafundit i kuq, që prek dhe Shqipërinë, prek dhe Shqipërinë është largësia maksimale e hedhjes së këtyre raketave moderne që kanë ata, Fatat 3-shin. Pra, Irani e ka një raketë të tillë që të... E ka mundësi teknike të godasë Europën. Pretendojnë që kanë testuar dhe nxjerrë dhe një raketë tjetër me rreze 3000 kilometër, e cila është ky rrethi i fundit. I fundit që kap deri në Poloni, Çeki dhe Europën qendrore. Shikojmë zonën tonë, pra shikojmë pjesën tonë dhe Italinë. Gjithsesi... Zoti Çuko, megjithatë, teknikisht ata e kanë. Nga ana strategjike, unë nuk besoj që ata do harrojnë flotën amerikane, do harrojnë aviacionin izraelit, do harrojnë gjithë bazat, do lënë me njanë gjitha këto objektiva, që tashmë janë përpjekur t'i godasin, mbas edhe i kanë goditur disa, dhe do të merren do të lëshojnë një raketë balistike kundër kësaj baze. Pa dyshim. Gjithsesi, kjo është një këmban për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, për qeverinë tonë. Ne, me do e mos, duhet të shpejtojmë për të rritur kapacitetet tona të mbrojtjes kundër ajrore. Është momenti që të rishikohet edhe një strategjia e sigurisë tonë kombëtare dhe të rialokohen fonde për të ndërtuar sistemin ton të mbrojtjes kundër ajrore. Tashmë ne, sot që po flasim, ne nuk kemi kapacitetet të mbrojtjes kundër ajrore, përveç disa raketave të supit që e ka rrezën e shkurtër, pjesa tjetër e jona është komplet e zbuluar. Është momenti që ne me shpejtësi të madhe të ngrem mbrojtjen tonë kundërore me sisteme moderne të cilat janë provuar në konflikte, si në konfliktin e Ukrainës, si në këtë konflikt. Për ta mbyllur këtë pyetje dhe këtë temë, se jemi drejt minutat e fundit, do të Çuko, supozojmë që u nis një raketë
Po, derisa të vi në Ballkan janë disa vendet NATO-s që duhet kalon dhe kjo raketë. Teknikisht. Ka mundësi që të ndalohet asgjë gjikundi? Teknikisht. Po? Teknikisht, kjo raketa Fatah 3 që që në mënyrë potenciale mund prekte dhe Shqipërinë? Lëshohet Po? në Iran, del mbi atmosferë, deri në 400 km sipër atmosferës, lëviz në atmosferë, dhe kur vjen mbi objektiv, futet. Kështu që asnjë mbrojtje kundërore të gjithë vendeve, përfshi Turqinë, Greqinë, Bullgarinë, Rumaninë? Asnjë mbrojtje kundërore nuk arrin dot ta kap. Ta ndalë. Mund jo ta ndalë, ta kap, sepse ajo fluturon 400 km larg. Atë raket mund ta zbulojë vetëm sistemi i flotës amerikane Aegis, quhet ai Aegis 2, që ka radar të tillë që zbulojnë raketat balistike dhe hipersonike. Kështu që prandaj e ripërsëris edhe një herë, ne duhet me urgjencën më të madhe të ngrem sistemin ton të mbrojtjes kundërore. Jo kundër kësaj rakete hipotetike që por në përgjithësi ka ardhur koha që por ka ardhur koha që ne të kemi mbrojtjen tonë kundërore me sisteme moderne për të mbrojtur popullsinë, infrastrukturën dhe objektet tona. Zoti Çuko, me këtë apel shumë të rëndësishëm unë të falenderoj dhe ishte kënaqësi si për herë, besoj do ritakohemi edhe në ditën e vijim, sepse është një krizë që të paktën do duhet disa javë për të parë se si do të shkojë.